Artoni edhe nuk e di, do më dhonën që Artoni o këni vogël, a i për ato më thot edhe Lazov, se më ka po shpesh me babën e ti, se ata nuk e ka shprije Artoni dhe origjina ti me thonë loj, po nga respekti që më ka po shpesh me babën e ti. Dhe tash unë jem djetët pra dy individve me background familjar ose me karaktere familjare po këtë ndryshme. Dhe unë në këtë moment, duke i preashtu këta në Prishtinë, kun vendosën me mbështetën djalin e një miku tim ndjerë, Adnan Abrashi që me gjos edhe dje ka pas përvetorin. Dje kështë përvetorin, sa dan, po. Edhe që u emocionuva, sepse Adnan Abrashi, për kurreshin e gjithve atyne që kanë arruhe, me 2013, kërën unë e kom mbështet eqen në balotazh, me Ramadan Mujen, 5 minuta mas i odhon lajmi që balotazhin e fitoj PDK-ja me Ramadan Mujen kanë rrujet. Kush do në ta kupton që do më ka qenë një njeri publicist, o marrë me shkrime, me kështu si gjona, po tash unë jem gjithë në qëtë situatë në këtë moment. Tash, a është arsyeshme, a më kuptoj të tjerët, unë o më rëndësi me kuptu vetë që ka po du, edhe me kuptu ata që janë me mu tash e një kodë gjatë, edhe që besoj që edhe në këtë beti kemi mi të rënfuë. Kjo ka qenë situata në cilën jem gjendune. A kun vendos mirë, qytetari e di. Qartë. Me të nëndin të regohet, a kun bo gabim, qytetari e di, me të nëndin. Po unë ju falimderoj juve dhe panelit që ma dhatë mundësin me bon një spjegim, sepse pak ma herët me një mision tjetër, shoqa Kishtonën, Zofa ka bon koalicion panatyrshëm. Qysh me unë një iniciativë qytetare që 2 muj u bona i panatyrshëm. Sa që 25 vjetë rivalitet, ko nga koalicionin natyrshëm. Kjo është adi, dhe më dhonë unë vjetë Po DK dhe LDK era parë që për më bashkë. Pikrisht, ata të natyrshëm, unë që para 2 muje kësha këthy iniciativën timet vjetër qytetare, u bona i pa natyrshëm. Nëse e llogaritim këtë logjik, nëse e ndëgjojmë çka ka thonë kandidati i LDK-s për kryetar të Prizrenit Driton Selmonaj për Shaqirtoten, mendoj që nuk ka nivel Kosovës koalicion më pa natyrshme mes se sa Shaqirtota me Driton Selmonaj. Sepse akuzat tepër doja kanë pasur koalicioni i LDK-s kjo e kuptova, po tash ku është të natyrshme. Zonë dhe Nisan, përveç që e shpjegove shumë mirë, domthonë ke vendosur me përkra djalin e shokut tuaj. Për ekipin e Artonit, kush e ka një kohë rre, se na bone vazhdimisht pazargjit, a ka dhe kënej pazargji, ose dhe rrit? Shemune njerë nuk janë një osja. A e ke analizu para se... Myta, e që qyre, unë një problem, unë këtë djalin e respektoj, unë Ramadan Mujnë e kom pas profesor shkollëtar në Gjakov. Në moshën 69 vjetë o bo kryetar. Ju i dini ato në qenishat e Jugoslavisë dhe Stavës. Kur edhe Ramadan Mujnë në moshën 70 vjeqare filloj mi rritë mandja kryetar komune, qka së do të vakik. Si sigur dhe me ho. Problemi jo që... Artoni është kryetar degje, për ditë spaj, unë nuk janë gjohë. Se ky e boni një analizë që tha vazhdimisht pazargjit më kanë largu, më kanë afru. Kur flet për pazargjit, flet për disa persona të fuqishëm që t'ja kontekst. Flet për disa persona të fuqishëm e financiarisht